Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. E përse të mos i dënoj Allahu, kur ata e pengojnë vizitën në shtëpinë e shenjtë, edhe pse ata nuk janë kujdestar të saj. Kujdestar të saj janë vetëm ata që i friksohen Allahut, por shumica e tyre nuk e dinë. Lutja e tyre në shtëpinë e shenjtë ishte vetëm me fërshllima dhe rrahje duarsh. Prandaj atyre do t'u thuhet: provojeni ndëshkimin, pasi kur nuk besuat. Në të vërtetë, jo besimtarët e shpenzojnë pasurinë e tyre për t'i penguar njerëzit nga rruga e Allahut. Ata do ta shpenzojnë atë, por në fund ajo do të jetë vetëm dëshpërim për ta, sepse do të jenë të mundur. Ata që nuk besojnë, në xhenem do të tubohen. Që Allahu të veçoj të keqin nga i miri, të këqit, t'i palos njërin mbi tjetrin, e të gjithë t'i hedh në xhenem. Këta me të vërtet janë të humbur. Thua ju atyre që nuk besojnë: nëse largohen nga mosbesimi, do t'u falet e kaluara, e nëse kthehen në mosbesim, atëherë dënimi i popujve të mëparshëm është paralemrim për ta. Luftoni kundër tyre derisa të zhduket idhujtaria dhe derisa të mbetet vetëm feja e Allahut. Nëse ata heqin dorë, Allahu i sheh punët e tyre. Por nëse ata kthejnë shpinën, dijeni se Allahu është mbrojtësi juaj. Ai është mbrojtës dhe mbështetës i mrekullueshëm. Ta dini se çfarëdo që fitoni si plaçk lufte, 1/5 i takon Allahut, të dërguarit dhe farefisit të tij, jetimëve, të varfërve dhe udhëtarit, nëse besoni në Allahun dhe në atë që ja kemi shpallur robit ton në ditën e fitores. Atë ditë kur u ndeshën dy ushtrit. Vërtet Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Kur ju ishit në bregun e afërt të luginës, ata ndodheshin në bregun e largët, ndërsa karavani poshtë jush. Edhe si kur t'i kishit lënë takim njëri tjetrit, nuk do të ishit pajtuar për kohën e ndeshjes. Por Allahu e përmbushi atë ngjarje që ishte e caktuar, me qëllim që kush duhej të vdiste me prova të qarta, dhe kush duhet të mbete gjallë, të jetonte me prova të qarta. Vërtet Allahu i dëgjon të gjitha dhe di çdo gjë. Kujto kur Allahu të tregoj në ëndër se ata janë pak. Sikur të tregonte se ishin shumë, ju do të humbisnit guximin dhe do të grindeshit për atë çështje. Por Allahu ju shpëtoi. Ai e di se çfarë keni në zemrat tuaja. Kur u përballët, ai ju shfaqi ata në sytë tuaj, sikur ishin pak, ndërsa juve ju bëri të dukeshit pak në sytë e atyre, për të përmbushur atë që ishte e caktuar. Tek Allahu kthehen të gjitha çështjet. O besimtar, kur të ndesheni me ndonjë forcë armike, qëndroni të patundur dhe përmendeni shumë Allahun që të fitoni. Bindjuni Allahut dhe të dërguarit të tij, dhe mos u grindni ndërmjet jush, sepse do të humbni guximin e do t'ju lër fuqia. Bëuni të durueshëm, se Allahu me të vërtet është me të durueshmit. Mos u bëni si ata, jo besimtarët e Mekës, që dolën nga shtëpitë e tyre me mendjemadhësi e për syje faqe të botës, duke dashur t'i pengojnë njerëzit nga rruga e Allahut. Allahu e di mirë ç'punojnë ata. Djalli u zbukuroi atyre veprat e këqija dhe u tha: askush në botë nuk do t'ju mund sot, dhe unë jam mbrojtësi juaj. Mirë po, kur u ndeshën dy ushtrit me engjëjt për krah besimtarve, ai u kthye nga thembrat e tij dhe u tha jo besimtarve: unë nuk kam të bëj me ju. Unë shoh atë që ju nuk e shihni dhe i friksohem Allahut, sepse Allahu ndëshkon ashpër. Hipokritët dhe ata që kishin sëmundje, dyshim në zemrat e veta, thoshin: këta i ka mashtruar feja e tyre, por ai që mbështetet tek Allahu, me të vërtet, do ta gjejë atë,
të plot fuqishëm dhe të urtë. E sikur të shihje se si engjëjt u marrin shpirtrat mohuesve. I godasin ata në fytyrë dhe shpinë, duke u thënë: "Shijoni dënimin e zjarrit. Kjo është për shkak të asaj që keni bërë me duart tuaja, sepse Allahu nuk është i padrejtë me robërit e vet." Kështu u ndodhi edhe idhtarëve të faraonit dhe atyre që kanë qenë para tyre. Ata i mohuan shpalljet e Allahut dhe ai dënoi për shkak të gjunave të tyre. Me të vërtetë, Allahu është i fuqishëm dhe ndërshkon ashpër. Kjo ndodh se Allahu nuk ja ndryshon kur një mirësi që ja ka dhënë një populli, derisa ata të ndryshojnë atë që kanë në veten e tyre. Vërtet Allahu dëgjon dhe di gjithçka. Sjelljet e jo besimtarëve të Mekës ngjajnë me sjelljet e idhtarëve të faraonit dhe të tjerëve që jetuan para tyre. Ata i përgënjeshtruan shpalljet e Zotit të tyre, dhe kështu ne i shkatruam për shkak të gjunaheve të tyre, ndërsa idhtarët e faraonit i fundosëm. Të gjithë ata ishin keqbërës. Krijesat më të këqija tek Allahu janë ata që mohojnë dhe që nuk do të besojnë. Janë ata me të cilët ke bërë marrëveshje, por që çdo herë shkelin atë dhe nuk i friksohen Allahut. Nëse ti i ndesh ata në luftë, shpartalloj, që të vënë mend ata që vinë pas tyre. Nëse ke frikë se ndonjë fis e thyen besën, edhe ti prishja marrëveshjen në të njëjtën mënyrë, sepse Allahu nuk i do ata që tradhtojnë. Le të mos mendojnë kurse si ata që nuk besojnë se do të fitojnë, sepse nuk mund të na pengojnë. Përgatisni kundër tyre kuaj dhe forcë për luftë, sa të mundeni, që ta të merroni armikun e Allahut dhe armikun tuaj, si dhe të tjerë, përveç atyre të cilët ju nuk i njihni, por që Allahu i njeh. Çfarëdo që të shpenzoni në rrugën e Allahut, do t'ju shpërblehet dhe nuk do t'ju bëhet pa drejtësi. Nëse ata shfaqin prirje për paqe, atëherë edhe ti anon nga ajo. Dhe mbështetu tek Allahu, sepse vërtet ai dëgjon dhe di gjithçka. Por nëse ata synojnë të mashtrojnë, të mjafton Allahu si mbrojtës. Ai të ka forcuar me ndihmën e tij dhe me besimtarët, duke i bashkuar zemrat e tyre si një zemër e vetme. Sikur të shpenzoje tërë pasurinë që gjendet në tokë, nuk do të mund t'i bashkoje zemrat e tyre. Por Allahu i bashkoi ato. Ai është vërtet i plot fuqishëm dhe i urtë. O profet, Allahu të mjafton ty dhe besimtarëve që të pasojnë. O profet, jepu zemër e nxiti besimtarët për luftë. Nëse mes jush gjenden 20 të qëndrueshëm, ata do të mundin 200 mohues, e nëse nga ju janë 100 të qëndrueshëm, ata do të mundin 1000 mohues, sepse ata janë njerëz që nuk kuptojnë. Tani Allahu ju a ka lehtësuar ju, nga që ai e di se keni dobësi. Kështu nëse ka prej jush 100 të qëndrueshëm, ata do të mundin 200 mohues. Dhe nëse nga ju janë 1000 të qëndrueshëm, me vullnetin e Allahut, ata do të mundin 2000 mohues. Allahu është me të qëndrueshmit. Asnjë profet s'ka të drejtë të ketë rob për vete, derisa të arrijë fitore të plot në tokë. Ju dëshironi të mirat kalimtare të kësaj bote, kurse Allahu dëshiron botën tjetër. Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë. Sikur të mos ishin urdhërimet e mëparshme të Allahut për lejimin e plaçkës së luftës, do t'ju godiste një dënim i madh për atë që keni marrë. Gëzojeni plaçkën e luftës që keni fituar, si gjë të lejueshme dhe të mirë. Dhe friksojuni Allahut. Vërtet Allahu është falës e mëshirëplot. O profet, thuaj ju robërve që gjenden në duart tuaja, nëse Allahu gjen mirësi në zemrat tuaja, do t'u jap diçka edhe më të mirë nga ajo që ju është marrë, dhe do t'ju falë, se Allahu është falës dhe mëshirëplot. E nëse ata duan të tradhtojnë,
Dije se më parë kanë tradhtuar Allahun, dhe prandaj ai ta mundësoi ty fitore ndaj tyre. Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Vërtet ata që besuan dhe mërguan, e më pas luftuan me pasurinë dhe jetën e tyre në rrugën e Allahut, dhe ata që u dhan strehim e i ndihmuan, janë miq e mbrojtës për njëri tjetrin. Por ata që besojnë e që nuk kanë mërguar, nuk të kërkohet t'i mbrosh, derisa të mërgojnë. E nëse ju luten që t'i ndihmoni për çështjen e fesë, atëherë jeni të detyruar t'u dilni në ndihmë, përveç se kundër një populli me të cilin keni marrëveshje. Allahu e sheh mirë atë që veproni. Kurse jo besimtarët janë miq e mbrojtës të njëri tjetrit. Nëse nuk veproni ashtu siç jeni urdhëruar, do të bëhet ngatresë dhe shkatrim i madh në tokë. Ata që besojnë, mërgojnë, e luftojnë për çështjen e Allahut, dhe ata që u japin strehim atyre, e i ndihmojnë. Pa dyshim janë besimtar të vërtet, për ta ka falje dhe shpërblim bujar. Edhe ata që u bën besimtar më vonë, që mërguan dhe luftuan bashkë me ju, janë vëllezërit tuaj. Ndonë se, sipas librit të Allahut, besimtarët që kanë lidhje farefisnore janë më të afërt për njëri tjetrin. Me të vërtet, Allahu është i dijshëm për çdo gjë. Lirim i deklaruar nga ana e Allahut dhe të dërguarit të tij, prej çdo detyrimi ndaj idhujtarëve me të cilët kishit bërë marrëveshje. Udhëtoni në përbot ju, idhujtar, edhe 4 muaj të sigurt. Por ta dini se nuk do të mund t'i shpëtoni Allahut, dhe se Allahu do t'i poshtrojë mohuesit. Ja shpallje e Allahut dhe të dërguarit të tij, drejtuar njerëzve në ditën e Haxhit të Madh. Allahu dhe i dërguari i tij shkëpusin çdo detyrim ndaj idhujtarëve. Nëse ju, idhujtar, pendoheni, është më mirë për ju. Por nëse largoheni nga pendimi, ta dini se nuk do të mund t'i shpëtoni Allahut. Njoftoj mohuesit për dënimin e dhëmshëm që i pret. Përjashtim bëjnë ata idhujtar me të cilët keni lidhur marrëveshje, e që nuk ju kanë shkelur asgjë prej saj, dhe që nuk kanë ndihmuar askënd kundër jush. Respektojni marrëveshjen me ta deri në fund. Me të vërtetë Allahu i do ata që i friksohen atij. Kur të kalojnë muajt e shenjtë, në të cilët ndalohet lufta, atëherë i vritni idhujtarët kudo që t'i ndeshni. I zini robër, i rrethoni dhe u bëni pusi kudo. Por nëse pendohen, falin namazin dhe japin zeqatin, atëherë i lini të qetë. Vërtet Allahu është falës dhe mëshirëplot. Nëse ndonjëri nga idhujtarët kërkon mbrojtje nga ti, Muhammed, mbroje në mënyrë që të dëgjoj fjalën e Allahut, e pastaj përcille në vendin e tij të sigurt. Kështu duhet, sepse ata janë njerëz që nuk dinë. Si mund të keni idhujtarët beslidhje me Allahun dhe të dërguarin e tij, me përjashtim të atyre me të cilët keni lidhur ju marrëveshje te xhamia e shenjtë? Sa kohë që ata t'i përmbahen marrëveshjes, përmbajuni edhe ju, sepse Allahu i do ata që i friksohen atij. Si mund t'u besoni kur nëse ju mundin, ata nuk e respektojnë as farefisnin, as marrëveshjen. Ata ju kënaqin me fjalë, ndërsa zemrat e tyre ju kundërshtojnë. Shumica e tyre janë të ligj. Ata i shesin fjalët e Allahut për një vlerë të vogël dhe i pengojnë njerëzit nga rruga e tij. Vërtet të shumtuara janë veprat e tyre. Ndaj besimtarëve, ata nuk respektojnë as farefisni, as beslidhje. Këta janë tejkaluesit e kufirit në të këqija. Megjithatë, nëse ata pendohen, falin namazin dhe japin zeqatin, atëherë janë vëllezërit tuaj në fe. Kështu a shpjegojmë shpalljet njerëzve që dinë. Por nëse ata e prishin betimin pas lidhjes së marrëveshjes,
dhe sulmojnë fen tuaj, atëherë luftoni kundër krerëve të mosbesimit, sepse ata nuk kanë besë që të mund të frenohen nga të këqijat. Vallë, a nuk do të luftoni kundër atyre që e kanë shkelur beslidhjen, janë përpjekur ta dëbojnë të dërguarin dhe kanë filluar të parët ju sulmojnë. Vallë, nga ata keni frikë. Allahu meriton më shumë se ata që t'i friksoheni, nëse jeni besimtar. Luftoni kundër tyre që Allahu t'i dënoj me duart tuaja, t'i poshtroj, t'ju ndihmoj juve kundër tyre, t'i shëroj shpirtrat e besimtarve, dhe t'a largoj hidhërimin nga zemrat e tyre. Allahu ja pranon pendimin kujt të doj. Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Vërtet mendoni se do të liheni të qetë, para se Allahu t'i ketë njohur ata midis jush, që kanë luftuar dhe që nuk kanë kërkuar aleat tjetër përveç Allahut, të dërguarit të tij dhe besimtarve. Allahu e di mirë se çfarë bëni. Nuk u takon idhujtarve të përkujdesen për faltorit e Allahut, përderisa edhe ata vetë dëshmojnë se janë mosbesimtar. Të kota do të jenë veprat e tyre, dhe në zjarin e xhehenimit do të qëndrojnë përgjithmonë. Faltoret e Allahut i vizitojnë dhe i mirëmbajnë vetëm ata që besojnë Allahun dhe ditën e fundit, që falin namazin dhe japin zeqatin, e që nuk i friksohen askujt përveç Allahut. Sigurisht që këta janë në rrugë të drejtë. Vërtet mendoni se ai që u jep ujë haxhilerëve dhe mirëmban xhamin e shenjtë, është njësoj me atë që beson në Allahun dhe në ditën e fundit, dhe që lufton në rrugën e Allahut. Këta nuk janë të njëjtë para Allahut. Ai nuk i udhëzon në rrugë të drejtë njerëzit keqbërës. Ata që besojnë, mërgojnë dhe luftojnë në rrugën e Allahut, me pasurinë e tyre dhe jetën e tyre, janë në shkallë më të lartë tek Allahu. Pikërisht, këta janë të fituarit. Zoti i tyre u jep lajmin e mirë për mëshirën dhe miratimin e tij, si dhe për kopshtet, ku do të ketë kënaqësi të përhershme për ta, dhe ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Me të vërtetë, vetëm tek Allahu është shpërblimi i madh. O besimtar, mos i pranoni për mbrojtës baballarët dhe vëllezërit tuaj, nëse ata e duan mosbesimin më shumë se sa besimin. Kushdo prej jush që i merr ata për mbrojtës, është keqbërës. Thuaj, nëse etërit tuaj, bijt tuaj, vëllezërit tuaj, gratë tuaja, farefisi juaj, pasuria juaj që e keni fituar, tregtia për të cilën keni frikë se nuk do të shkojë mirë, dhe shtëpitë ku e ndjeni veten rehat, janë më të dashura për ju se sa Allahu, i dërguari i tij dhe lufta në rrugën e tij. Atëherë pritni derisa Allahu të sjellë vendimin, dënimin e tij. Allahu nuk e udhëzon në rrugën e drejtë popullin e pabindur. Në të vërtetë, Allahu ju ka ndihmuar në shumë betejë, si dhe në ditën e Hunenit, kur juve ju mahniti numri juaj i madh, por ai numër nuk ju solli dobi as pak, sepse toka ju duk juve e ngushtë, edhe pse është e gjerë. Edhe kthyet shpinën, duke ja mbathur. Pastaj Allahu zbriti qetësinë e tij mbi të dërguarin e vet dhe mbi besimtarët, si dhe zbriti luftëtar engjëj, të cilët ju nuk i pat dot, e i dënoi jo besimtarët. Kështu shpërblyen mohuesit. Pas kësaj, Allahu e pranon pendimin për këtë dojë. Allahu është falës dhe mëshirëplot. O besimtar, në të vërtetë, idhujtarët janë të papastër për shkak të besimit të kotë. Prandaj të mos i afrohen më xhamisë së shenjtë pas këtij viti. Dhe mos keni frikë nga varfëria, sepse po deshi Allahu, ju bën të pasur me dhuntit e veta. Vërtet Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Luftojini ata që nuk besojnë në Allahun e as në ditën e Kiametit, që nuk e marrin për të ndaluar atë që e ka ndaluar Allahu dhe i dërguari i tij, dhe ata i thtar të librit që nuk e pranojnë fenë e vërtet.
derisa të japin gjizjen, taksën, me dorën e tyre, duke qenë të përullur. Hebrejt thonë, Uzeiri është i biri i Allahut. Të krishterët thonë, Mesihu është i biri i Allahut. Këto janë fjalët e tyre, nga goja e tyre. I imitojnë fjalët e jobesimtarëve të mëparshëm. I vraftë Allahu, si po shmangen nga e vërteta. Në vend të Allahut, ata kanë zgjidhur për Zot rabinët dhe murgjit e tyre, si dhe Mesin, të birin e Merjemes, ndërkohë që janë urdhëruar të adhurojnë vetëm një Zot, përveç të cilit nuk ka tjetër që meriton të adhurohet. I lartësuar qoftë ai mbi gjithçka që ja shoqërojnë në adhurim. Ata dëshirojnë ta fikin dritën, fenë e Allahut, me gojen e tyre. Por Allahu ka vendosur vetëm që ta përsos dritën e vet. Edhe sikur mohuesi ta urrejnë këtë gjë. Allahu është ai që e ka çuar të dërguarin e tij me udhërimin, Kur'anin dhe fenë së vërtetës, për ta lartësuar atë mbi të gjitha fetë. Edhe sikur idhujtarët ta urrejnë këtë gjë. O besimtar, në të vërtetë, shumë priftërinj dhe murgjë përlajnë pasurinë e njerëzve pa të drejtë dhe i largojnë ata nga rruga e Allahut. Ata që grumbullojnë arë dhe argjend dhe nuk e shpenzojnë për hir të Allahut, paralajmëroj me dënim të dhemshëm. Do të vi dita kur thesaret e mbledhura do të digje në zjarin e xhenemit, dhe me to do të damkoset balli, anët dhe shpina e tyre, e do të thuhet, kjo është ajo që keni grumbulluar për veten. Pra, shijoni atë që grumbulluat. Vërtet numri i muajve tek Allahu është 12, sipas librit të Allahut, që prej ditës kur krijoi qiejt dhe tokën. 4 prej tyre janë të shenjtë, sipas besimit të drejtë. Prandaj, mos i bëni vetes dëm duke i shkelur këta muaj. Megjithatë, luftoni të gjithë kundër idhujtarëve, ashtu si luftojnë ata të gjithë kundër jush. Ta dini sa Allahu është me ata që ruhen nga gjunahet. Vërtet muaj shtesë është vetëm shtesë në mosbesim. Për shkak të tij, jo besimtarët shkojnë në humbje. Një vit e quajnë të lejueshëm, e vitin tjetër të ndaluar. Për të plotësuar numrin e muajve që i ka ndaluar Allahu, kështu ata lejojnë atë që ka ndaluar Allahu. Atyre u duken të bukura veprat e tyre të shëmtuara. Allahu nuk ju udhëzon në rrugë të drejtë njerëzit mosbesimtar. O besimtar, çfarë keni që nguroni e mbërtheheni fort për toke, kur ju thuhet, dilni në luftë në rrugën e Allahut? A jeni të kënaqur me jetën e kësaj bote në vend të samshueshmes? Kënaqësia e kësaj bote, në krahasim me atë të botës tjetër, është shumë e vogël. Nëse nuk shkoni në luftë, ai do t'ju ndëshkojë me dënim të dhemshëm dhe do t'ju zëvendësojë me një popull tjetër. Ati ju nuk do të mund t'i bëni dëm as pak, sa Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Nëse ju nuk e ndihmoni atë, Allahu tashmë e ka ndihmuar. Ditën kur atë e dëbuan mohuesit, vetë të dytin, kur ishin në shpellë, e ai thoshte shokut të vet, mos u mërsit, sa Allahu është vërtet me ne. Atëherë, Allahu zbriti qetësinë e vet mbi të, e ndihmoi me një ushtri të padukshme, engjësh, dhe bëri që fjala e mosbesimtarëve të jetë më e poshtruara, kurse fjala e Allahut të jetë më e lartësuara. Vërtet Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë. Dilni në luftë qofshi të shëndosh ose të sëmur, dhe luftoni me pasurinë e jetën tuaj në rrugën e Allahut. Kjo është më mirë për ju, vetë sikur ta dinit. Sikur fitoria të ishte e afërt dhe udhëtimi i shkurtër. Ata do të pasonin ty, por ju duk rrugë e largët, dhe ata do të betohen në Allahun, sikur të kishin mundur, me siguri do të dilnin bashkë me ju. Dhe kështu ata e shkatrojnë vetveten. Allahu e di se ata janë gënjeshtar.
Allahu të falë ty që u lejove atyre të mungojnë, para se ta kuptoje se kush të flet të vërtetën, dhe derisa ti njihje gënjeshtarët. Nuk do të kërkojnë leje për të mos luftuar me pasurinë dhe jetën e tyre, ata që besojnë në Allahun dhe në ditën e Kiametit. Allahu i di mirë ata që ruhen nga gjunahet. Ty do të kërkojnë leje vetëm ata që nuk besojnë në Allahun dhe në ditën e Kiametit, dhe që zemrat e tyre dyshojnë, ata luhatën në dyshimin e vetë. Sikur ata të kishin dashur të dilnin me ty, do të ishin përgatitur, por Allahu nuk e pëlqeu vajtjen e tyre. Prandaj i pengoi dhe atyre ju tha: rini me ata të paaftët për luftë, që do të ulen në shtëpi. Sikur të kishin dalë me ju, ata do t'ju shtonin juve vetëm të keqe. Do të shtinin ngatresa midis jush dhe do të ngjallnin përçarje, sepse edhe ndër ju ka nga ata që u avën veshin. Por Allahu i njeh mirë keqbërësit. Ata edhe më parë përpiqeshin të të nxirrnin ngatresa dhe t'i pështjellonin punët e tua, derisa erdhi e vërteta, fitoria, dhe u tregua e qartë feja e Allahut, gjë që ata e urrenin. Disa prej atyre hipokritëve thonë: më lejo të mungoj në luftë dhe mos më vë në sprovë. Ja, ata ranë pikërisht në sprovë. Me të vërtetë, xhehenemi i përfshin mohuesit. Nëse ty të vjen ndonjë e mirë, ata hidhërohen. Nëse të godet ndonjë e keqe, ata thonë: sa mirë që i morëm masat më parë, dhe largohen të gëzuar. Thuaj: do të na godas vetëm ajo që na ka caktuar Allahu. Ai është mbrojtësi ynë, dhe vetëm tek Allahu le të mbështeten besimtarët. Thuaj: çfarë prisni për ne? Përveç njerëz prej dy të mirave, fitores ose martirizimit. Ndërsa ne po presim që Allahu t'ju godas me dënim nga ana e tij, ose me duart tona. Pra, pritni se edhe ne me ju do të presim. Thuaj: shpenzoni me hir, a me pa hir. Nga ju nuk do të pranohet kurse si, sepse ju jeni vërtet një popull i mbrapsht. Ndihmesat e tyre nuk do të pranohen, nga se ata janë njerëz që nuk besojnë në Allahun dhe të dërguarin e tij. Namazit i afrohen vetëm në mënyrë të ngathët dhe nuk shpenzojnë nga pasuria, vetëse në mënyrë përbuzëse. Mos u josh nga pasuria dhe fëmijët e tyre, sepse nëpërmjet tyre Allahu kërkon t'i ndërshkojë ata në këtë jetë. Kështu që t'u dalë shpirti duke qenë jo besimtar. Ata betohen për Allahun se janë në fen tuaj, ndërkohë që nuk janë prej jush, por janë njerëz frikacak. Sikur ata të gjenin ndonjë strehim, shpellë apo vend mbrojtjeje, do të niseshin atje me nxitim. Ka edhe të atill që të qortojnë për shkak të ndarjes së lëmoshës. Nëse atyre u jepet ndonjë pjesë, ata kënaqen. Por nëse nuk u jepet, për një herë zemrohen. Sikur ata të kënaqeshin me atë që u ka dhënë Allahu dhe i dërguari i tij. Do të thoshin: na mjafton Allahu. Allahu do të na jep nga mirësitë e veta, edhe i dërguari i tij. Ne vetëm tek Allahu i varim shpresat. Lëmosha e zeqatit është vetëm për të varfërit, për nevojtarët, për ata që janë ngarkuar me mbledhjen dhe administrimin e tij, për ata të cilëve u duhet fituar zemra, për lirimin e skleverve, për të rënduarit nga borxhet, për luftëtarët në rrugën e Allahut dhe për udhëtarët e mbetur rrugëve. Këto janë detyrat e vëna prej Allahut. Vërtet Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Ka të atill që e shqetësojnë të dërguarin dhe thonë: ai dëgjon çdo gjë që i thuhet. Thuaj, o Muhammed, ai dëgjon atë që është e mirë për ju. Beson në Allahun dhe u beson besimtarve. Ai është mëshirë për ata midis jush që besojnë. Kurse ata që e lëndojnë të dërguarin e Allahut, i pret një ndëshkim i dhemshëm. Ata ju betohen për Allahun, për t'ju kënaqur, por është më e drejtë të kënaqin Allahun dhe të dërguarin e tij.
nëse janë besimtar. Vallë, a nuk e din ata se për atë që e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e tij, është përgatitur zjarri i xhenemit, në të cilin do të qëndrojnë për herë. Ky është poshtrimi më i madh. Hipokritët druajnë se do të shpallet ndonjë sure e cila do t'i lajmërojë se çka në zemrat e tyre. Thuaj, talluni po deshët. Allahu sigurisht që do ta nxjerrë në pah atë së cilës ju i druheni. Nëse i pyet, ata do të përgjigjen: ne vetëm po bënim shaka dhe po luanim. Thuaj, a mos vallë me Allahun, shpalljet dhe të dërguarin e tij po talleni. Mos u shfaqsoni. Ju e mohuat fen pasi patët besuar. Nëse ne i falim disa prej jush, për shkak se u penduan, do t'i ndërshkojmë të tjerët, nga se janë fajtor, nuk u penduan për talljen që bën. Hipokritët dhe hipokritet janë të ngjajshëm me njëri tjetrin. Kërkojnë që të bëhen vepra të këqija, e pengojnë të mirat dhe janë dorë shtrënguar. Ata e kanë haruar Allahun, por edhe ai i ka haruar ata. Me të vërtet, hipokritët janë keqbërës. Allahu ka premtuar hipokriteve dhe mosbesimtarve zjarrin e xhenemit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Ai do t'u mjaftojë atyre. Allahu i ka mallkuar, dhe ata do të kenë dënim të vazhdueshëm. Ju hipokritë, jeni si ata që kanë qenë para jush. Ata kanë qenë më të fortë se ju. Kanë pasur më shumë pasuri dhe fëmijë. Ata janë kënaqur me pjesën e vetë të kësaj bote, por edhe ju po kënaqeni me pjesën tuaj, siç janë kënaqur edhe ata. Edhe ju jeni dhënë pas të këqijave, ashtu siç ishin dhënë ata. Veprat e tyre do të zhduken në këtë botë dhe në tjetrën. Ata janë të shkatruar. A nuk kanë dëgjuar ata për popull që kanë qenë më përpara, për popullin e Nuhut, për fiset Ad e Themud, për popullin e Ibrahimit, për banorët e Medienit dhe për qytetet e përmbysura. Të dërguarit e tyre u sollën shenja të qarta. Allahu nuk u bëri pa drejtësi, por ata i bën pa drejtësi vetvetes. Besimtarët dhe besimtaret janë miq për njëri tjetrin. Ata urdhërojnë që të bëhen vepra të mira dhe i ndalojnë të këqijat, falin namazin, japin zeqatin dhe i binden Allahut dhe të dërguarit të tij. Këta janë ata që do t'i mëshirojë Allahu, se Allahu me të vërtet është i plot fuqishëm dhe i urtë. Allahu ka premtuar besimtarve dhe besimtareve kopshte në për të cilat rrjedhin lumenj dhe ku do të banojnë përgjithmonë, si dhe pallate të mrekullueshme në xhenetin e Adnit. Por kënaqësia prej Allahut është shpërblimi më i madh. Kjo është fitoria madhështore. O i dërguar, lufto kundër mohuesve dhe hipokritëve dhe bëhu jashtëm ndaj tyre. Strehimi i tyre është xhehenemi, sa vend banimi shëmtuar. Hipokritët betohen për Allahun se nuk than asgjë, por në të vërtetë, ata than fjalën e mosbesimit, mohuan pas Islamit dhe synuan të bënin gjëra të paarritshme. Ata u bën keqdashës vetëm sepse Allahu dhe i dërguari i tij u kishin dhënë nga të mirat e tij. Nëse pendohen, do të jetë më mirë për ta. Por nëse kthejnë shpinën, Allahu do t'i ndërshkojë me dënim të rëndë në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Dhe ata nuk do të kenë kurfar mbrojtësi apo ndihmësi në tokë. Ka nga ata, hipokrit, që kanë bërë beslidhjen me Allahun, duke thënë, nëse ai na jep nga dhuntit e tij, sigurisht që do të japim lëmosh dhe sigurisht që do të bëhemi njerëz të mirë. Por kur ai u dha atyre nga dhuntit e veta, ata u bën koprac dhe kthyen shpinën duke u larguar. Prandaj ai u alidhi hipokrizin në zemrat e tyre, deri në ditën kur do të dalin para tij, sepse e shkelën premtimin dhënë Allahut. Ata e kishin zakon gënjeshtrën.
Vallë, a nuk e din ata se Allahu i di të fshetat e tyre dhe bisedat e fsheta? Në të vërtetë, Allahu është ai që i di të gjitha fshetësitë. Sa për ata, hipokrit, që përqeshnin besimtarët që japin lëmosh me vullnet, dhe tallen me ata që nuk janë në gjendje të japin, përveç fryteve të punës së tyre. Allahu do të tallet me ta. Ata do të kenë dënim të dhemshëm. U lute për ta, apo nuk u lute. Allahu nuk do t'i falë. Edhe si kur ti të kërkosh falje për ta 70 herë. Kjo sepse ata mohuan Allahun dhe të dërguarin e tij. Allahu nuk ju udhëzon në rrugë të mbar njerëzit e pabindur. Ata që mbetën në shtëpitë e tyre, pas të dërguarit të Allahut, u gëzuan. Nuk u pëlqente të luftonin në rrugën e Allahut me pasurinë dhe jetën e tyre, dhe thanë: mos shkoni në luftë në përvap. Thua ju, zjarri i xhenemit është edhe më i nxehtë, vetë si kur ta kuptonin. Le të qeshin pak në këtë botë, e të qajnë shumë në botën tjetër, si dënim për atë që kanë bërë. Dhe nëse të kthen Allahu pas betejës të një grupi hipokritëve, e ata kërkojnë leje nga ti që të shkojnë me ty në luftë, thua ju, kur nuk do të vini me mua në luftë, dhe kur nuk do të luftoni me mua kundër armikut. Ju ishit të kënaqur kur nuk erdhët herën e parë. Prandaj rini me ata që ngelin pas. As kujt prej hipokritëve, kur të vdesin mos t'ja falë gjenazen, as mos ri afër varrit të hipokritit, sepse ata kanë mohuar Allahun dhe të dërguarin e tij, dhe qëndruan të pabindur deri në vdekje. Mos u josh nga pasuria dhe fëmijët e tyre, sepse nëpërmjet tyre Allahu kërkon t'i ndëshkojë ata në këtë jetë, në mënyrë që t'u dalë shpirti duke qenë jo besimtar. Dhe kur shpallet një sure që thotë: besoni Allahun dhe luftoni së bashku me të dërguarin e tij, pasanikët e tyre, hipokritëve, kërkojnë leje, duke thënë: na lini të rrim me ata që nuk shkojnë në luftë.